Jemi në fshatin Salës Kozare, në serën e fermerit Ilia Daka. Kjo serë gjatë muajit janar në përmbytjen e madhe që në shirat e shumta dhe nga diga që u hap në atë moment, në datat 10 dhe 11 janar, u përmbyt totalisht. Këtë që shikojmë këtu sot mbjell, kjo ishte mbjell në atë kohë me domate dhe kastraveca, 50% domate, 50% kastravec, dhe u përmbyt kastraveca dhe domatja ishin në fazën 10-12 ditë të mbjella. U përmbyt totalisht, u dëmtuat 100% fidani i domates dhe i kastravecit, dhe sot ku jemi këtu, si që shikoni dhe vetë, është e rehabilitur totalisht mas 2 muajsh përmbytje, është mbjell me domate dhe me kastravec, 50% këtu jemi në sipërfaqen e mbjell me domate, rreth 3 javësh, sepse fermeri tani në mbjelljen që ka bërë është me vonesë do dalin rreth 2 muaj me vonesë në treg. Kjo ishte edhe ai dëmi që u shkakton plus fidanit si vlerë, po edhe dëmi që shkaktohet nga kozgjatja e daljes në treg. Në anët teknike, të pjesë të parcelave të serave, a janë të futura në prodhim aktualisht? Këto janë nga puna që ka bërë fermeri, nga largimi i lagështisë në sera janë të rehabilitura. Dhe tani prodhimi është normalisht, që shikoni edhe vetë fidanin, është i zhvilluar, është i paprekur nga sëmundjet, dhe do kohën e vetë të arrijnë prodhimin e ndaljen në treg. Por serat janë të rehabilitura dhe lagështia është larguar totalisht. A ka bashkëpunim të mirë drejtoria juaj me fermerës e kësaj zone? Po, bashkëpunimi me fermerët ka qenë i mirë nga ana jonë. Ne jemi mundur që t'japim konsulentën tonë teknike në lidhje me shërbimet agroteknike, në lidhje me spërkatjet dhe çdo shërbim tjetër që kërkon ndihmë.